Atëherë çfarë do të thotë? Edhe ti në jetën tënde të përditshme nuk rri e lyer non-stop. Rri e lyer non-stop. Më kupton? Sepse del para kamerave, po jo të gjithë zemra ime. Ndoshta ti rri e lyer non-stop sepse ti je mësuar ashtu. Prandaj edhe ti po thua që unë në Amerikë nuk i vesh për ditë. Unë i vesh për ditë. Sa po e thësh, në Amerikë nuk kam ku i vesh, është ftohtë, nuk i vesh për ditë, geta të rjet. Geta të rjet? Po. Unë për ditë i vesh, unë rri e pa lyer. O mund t'i vesh për ditë, kur dal unë i vesh non-stop, i kam veshur me kohë. Unë edhe në Gjermani po të më shikosh në video, i kam non-stop. Fundja, çfarë lidhje ka? Po mendoj ka lidhje pra, sepse në çfarë konotacioni e përdor ti. Bravo. Kupton se në momentin që ajo e ka përdorur në atë lloj konotacioni është totalisht gabim dhe ajo e di shumë mirë, prandaj erdhi të kërkoj falje. Dhe ky bëhet skandal, po të them aty ku jetoj unë dhe aty ku jeton ajo. Do ta bëj ti skandal tu, po e kuptoj se po i bën. Jo, nuk dua ta bëj unë skandal, është gjast skandal. Sepse unë po të ta kisha thënë ty, ti do kishe bërë namin. Mos më bëj mua sikur nuk do ishte kështu. Ta kam thënë para se u bë ndodh gjithë kjo gjë. Ë? Çka ka ndodhur? Gjithë kjo gjë, kam thënë sa herë ti shoh, më kujtojnë performancat e mia. Po edhe unë çfarë të them tash? Që të gjitha balerinat, domethënë balerinat që mund të jenë profesionistë më kujtojnë striptistat. Çu mendon ti? Të duket normale kjo? Të duket normale. Ku procenti? Ku procenti? Po shumë i nderuar pikërisht, por nuk do të thotë që jam unë. Ku punon ti? Unë ku punoj gjithandej punoj, në çdo sken kam punuar. Ku? Në çdo sken? Në çdo sken? Po. Në teatr jam vesh deri këtu. Në sken jam vesh me brek. Pikërisht pra. Çfarë lidhje ka? Po, në teatr jam vesh me dimiç, me kapele, që në sken jam vesh me njerëzit që janë elegant, meqense ajo thotë unë jam elegante, jam klasike. Këto tha. E di çfarë duhet bëj unë? Ja, ta tregoj. Unë do të gjej një palë mbathje, do të gjej një palë gjysma, vesh një palë çizme me tak, edhe po të bëj unë ty para. Çfarë do thosh ti? Po ti e para që gjykon. Unë e gjykoj, je e para që gjykon. Unë kam gjykuar asnjëherë, kam gjykuar një koment me kujn. Absolutisht fare. Po se kam bërë veten. Se kam gjykuar asnjëherë unë ty. Asnjë s'kam gjykuar. Ti je e para që gjykon. Okej. Erdha. Unë jap mendimin tim, të thash, jo më kodë e bëra tash gjithë ju jepni mendimet e juaja, po kur japim dhe ne mendimet tona, juve thoni pse jepni mendimet tona. Kush ta ka thënë se jepni mendimet tona? Ju thoni. Kupton, ju ofendoni maksimalisht edhe pastaj harroni. Unë kam thënë mendimi jot nuk është i vlefshëm për sa kolla për parë që thua. Është i vlefshëm. Dhe dyti fut mirin. S'është i vlefshëm. Po çrën si ke ti më se ka fusun pastaj. Jo, rëndsi ka nëse po ti tash sigurisht ti se fut mirin. Loja jote po zotë mirë.